Dolce qëndroi përballë kamerave, me sytë që i shkëlqenin nga lotët. Ajo mezi po i përmbante emocionet. Zëri i dridhur ja tradhtonte çdo përpjekje për të qëndruar e fortë. Lamtumir, grande fratello. Ju dua shumë, tha ajo, dhe në momentin që shqiptoi fjalën e fundit, lotët nisën t'i rridhnin faqeve. Banorja e Grande Fratellos ju afrua menjëherë, me hapa të butë por të shpejt, sikur donte ta kapte përpara se ajo të thyej plotësisht. Pa i thënë asnjë fjalë, e tërhoqi në një përqafim të gjatë, të ngrohtë, një përqafim që dukej sikur fliste vetë, nuk je vetëm. Faleminderit që ishe me ne. Dolce u mbështet tek ajo, duke u lëshuar në atë përqafim si dikush që më në fund lejon veten të tregojë gjithë atë që kishte mbajtur brenda për ditë të tëra. Shpatullat i lëviznin lehtë nga të qarat, ndërsa banorja i mbante kokën me dorë dhe e përkëdhelte në shpinë, duke u munduar ta qetësonte. Në sfond, shurma e shtëpisë dukej sikur ishte zhdukur. Drita, kamera, ambienti, gjithçka ishte zhytur në një qetësi emocionale. Momentit ju shtua edhe një ndjesje e trisht, ajo lloj ndjenje që vjen kur dikush largohet nga një vend ku ka lënë një copë të zemrës. Dolce e ngriti kokën për një çast, duke buzëqeshur mes lotësh, një buzëqeshje e vogël, e thyer, por e sinqertë. Do më mungoni, përshpëriti ajo me zë të ulët, para se të përqafojë sërish fort, sikur nuk donte të largohej. Banorja e mbante ende pranë, me sytë e mbushur vetë, por duke u përpjekur të dukej e fortë për të. Ky ishte një lamtumir e vërtet, jo thjesht një frazë televizive, ishte një ndarje e dhimbshme, e butë, e mbushur me ndjenja, si ato momente të rralla kur dikush kupton se sa shumë ka dhënë dhe sa shumë ka marrë nga një vend që nuk do të harroj kurrë.